Të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që ka pret kjo parti nga 7 qershori, do flasim në minutat në vazhdim bashkë me Shkëlzen Komoni, kandidat për deputet nga radhët e AK. Zotri Komoni, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Faleminderit për ftesën, kënaqësi me qenë këtu. Fillimisht, zotri Komoni, po ndalemi tek rrugtimi juaj politik. Pra, për zgjedhjet e 7 qershorit jeni për herë të parë kandidat për deputet. Dhe çka ju shtyu të hyni kësaj rruge politike? Po, për herë të parë jam deputet për parlament, kam qenë kandidat për asamble komunale, por më ka shty temat aktuale në Kosovë. Edhe si doktor, do me thonë me përvojë mbi 2 dekada, e di çka është përgjegjësia, e di çka është transparenca, e di çka është disiplina, edhe krejt ato sukseset edhe sfidat e jetës reale munda me dhonë kontribut në politikë, e sidomos në sektorin e shëndetësisë. Kjo ka qenë ajo shtytja cilën kam pas qef me marrë pjesë edhe me dhonë kontributin. Normal temat që po shohim aktuale, do me thonë edhe para sa kohe, do me thonë janë do tema veriu, pastaj janë shëndetësia, ekonomia, këto janë brengë e madhe, por unë mendoj që para gjithë këtyneve prioritet është shëndetësia. Për shkak se shëndetësia, një popullat e shëndosh, aty ki zhvillim, aty ki mirëqenie sociale dhe gjitha. Nëse ki një popullat të smur, atëherë edhe zhvillimi ekonomik ngecë, edhe siguria, sepse ka njerë smur për ato. Komoni, para se të kalojmë tek sektorët në veçanti, pra për të diskutuar përfshirë këto dhe sektorin e shëndetësisë, dua të di pse zgjodhët pikërisht AK-n dhe jo një parti tjetër politike. Po me marë parasysh, Kosova nuk është ndërtu me fjalë. Kosova është ndërtu me sakrificat mëdhaja, me përgjegjësi dhe vizion të qartë. E AK-ja ka qenë gjitha etapat e ndërtimit, e tani duhet me marë pjesë edhe në etapën e zhvillimit, sepse na tash kemi nevojë për siguri, për zhvillim dhe energji, cilat janë edhe sloganet dhe shtyllat themelore të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Dhe pse pikërisht ky slogan u vendos? Ky slogan u vendos se është interesant se është shumë i qëlluar, sepse në gjitha fushat e jetës edhe, do me thonë, nevojitet siguri, për shembull shëndetësi, siguri shëndetësore, energji e re për me përmirësu energjinë edhe zhvillim, do me thonë, mu zhvillu politikat strategjike afatgjate për shëndetësi më të mirë dhe këto. Për ato, do me thonë, është slogan i qëlluar. Pra, siguri, energji dhe zhvillim, por se planifikon AK-ja të arrijë këto 3 kritere, cilat i ka veçuar? AK-ja planifikon edhe synon me arrijë të gjitha këto me anë të ekipës që e ka fenomenale. Nëse kishte qenë mundësia e votimit të kandidatit, do me thonë i kishim qenë të partë në gjitha, për arsye se në gjitha fushat kemi ekspert me përvoj edhe me rezultate edhe sukseset dëshmuara. Dhe në fakt, çka përfshin më qartësisht edhe plan programi qeverisës i AK-s, përveç pjesës e energjisë, sigurisë, çka dhe për sektorët e tjerë? Këto për plan programi i premtuar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i ka këto 3 shtyllat kryesore themelore që thash, do me thonë siguri, energji dhe zhvillim. Kurse mandej i ka dhe 6, si me thonë, shtylla, apo shtylla tjera të cilat e para ka të bëj me sigurinë, edhe me partneritetin ndërkombëtar. Po shohim se krizat një pas njëshme, do me thonë, janë edhe në nevojitet bashkëpunim maj tepërt me aleatët tonë e jo ftohje e marrëdhënieve në mes këtyne. E dyta është zhvillimi ekonomik, edhe ky zhvillim i sektorit ekonomisë duhet me qenë edhe me drejtësi efikase, por edhe me partneritet edhe me sektorin privat, sepse shosin fushën time edhe në ekonomi e krejt, sektori privat mirët si armik. Por ajo, do me thonë, sektori privat është një ndër zhvillues më të mëdhenj edhe tatim pagues më të mëdhenj të Republikës Kosovës. Thoni se merret si armik sektori privat nga kush? Besoni se po vlerësohet i tillë? Edhe nga qeveria aktuale, sidomos. Se kam qenë edhe disa debate, do me thonë, spitalet private i shohin si armiq. Nëse kishte qenë sistemi shëndetësor aktual, publik si duhet, asnjë spital privat nuk ishte me pas.
por ata kanë qenë, do me thonë, të cilët e kanë mundësu këtë zhvillim, do me thonë, spitalet e reja private, sepse ka kërkesa. Për shembull, listat e pritjes janë të mëdha, edhe tash duhet me gjetë zgjidhjen. Ma mirë është me gjetë zgjidhjen në Kosovë se sa me shku jashtë vendit. Për arsye se kur shkon jashtë vendit, për shembull, e marrim ki edhe për cilësat edhe këne, kostot janë shumë më të larta. Kështu që ka zgjidhje, do me thonë, dhe kjo me u bo. Po sa përket pjesës së zhvillimit ekonomik, dihet që pak a shumë gjitha partitë politike kanë fokusin kryesor tek zhvillimi ekonomik, tek rritja e pagave, shtesave për kategori të caktuara shoqërisë dhe në fakt sa janë të prekshme, sa janë të realizueshme premtimet ose planit cilin e ka AAK-ja për sektorin e ekonomisë. Po pikërisht nëse arrihet një siguri e mirëfillt, atëherë kemi edhe klimën për investitorët me ardhur këtu. Për shembull, unë kam pas disa shokë që janë biznesmena në Bashkinë Shtetet e Bashkisë Evropiane. Ata thëshin po dalin lajme që është krizë në Kosovë. I thësha çfarë krize, do me thonë veriu. Do me thonë veriu mendoj që është shfrytzuar më tepër si kauzë për vota se sa që është dashur me i dhënë aq shumë, do me thonë, rëndësi. Pse? Na e dim që besoni se situata nuk është e përmirësuar, krahasuar me vitet më herët në pjesën veriore të vendit? Ka përmirësime, nuk po them, do me thonë që gjithçka është zë mirë, po unë mendoj edhe sipas analizës teme, do me thonë personale, kufi edhe regione kanë ndryshuar vetëm shtetet e mëdha, superfuqitë, e jo do me thonë shtetet e vogla. Për atë, do me thonë, kemi partneritetin me KFOR-in, edhe KFOR-i, do me thonë, kemi një siguri prej... Kur po thoni kufit janë ndryshuar vetëm nga shtetet e mëdha, çka po nënkuptoni? Po nënkuptoj që na nuk jemi në gjendje me ndryshu kufi. Do me thonë, agresioni i Serbisë... Kush po bëni gjë të tillë? Jo, agresioni i Serbisë, po proklamohet që kemi krize, ka me pas luftë edhe për këtë po them. Edhe e dyta, unë më shumë jam ekspert në fushën e shëndetësisë, e kemi ekipën për secilin, do me thonë, këto shtylla sektor, po unë e jap mendimin tim, cilën mendoj që është real, edhe e kom bo si autoanalizë për veti. Po, dhe zotri Komoni, pikërisht me që veni pra nga sektori shëndetësisë, nga fusha e shëndetësisë, a do jeni zëj qytetarëve edhe po qese e fitoni një mandat, një ulse në Kuvendin e Kosovës, pikërisht për këto probleme me cilat preokupohet qytetari i Kosovës në këtë sektor? Pikërisht kjo është synimi edhe premtimi im për shkak se aty kam një përvojë mbi 2 dekada, kam qenë edhe si, do me thonë, si shefi klinikës edhe 5 vite, edhe e kam pas si merr frymë shëndetësia. Do me thonë, mund është me pru në shëndetësi një plan program të Amerikës edhe këne, po mentaliteti është ndryshe. Do me thonë, kemi detalisht të shkruam si ka me ardhur deri te një shëndetësi edhe funksionalizim të sistemit shëndetësor, fondit sigurimit shëndetësor, edhe me qenë shëndetësia faljas për secilin qytetari, i cili kur smullet dhe niset për me shku në spitalin publik, nuk ka nevojë me marrë diçka me veti. Pse them këto? Shëndetësia nuk është faljas, ato duhet me kuptu secili qytetari i Kosovës, por na do ta bëjmë një organizim më të mirë, e kemi vizionin më të mirë që me këtë buxhet do me thonë me organizu më mirë, sepse problemet në shëndetësi nuk janë vetëm mungesa e aparaturave apo profesionistëve shëndetësor apo diçka tjetër. Është mungesa e organizimit, mungesa e transparencës, e shkau ma keqja dhe mungesa e vizionit për një plan strategjik afatgjatë. Zotri Komoni, me që ju vini pikërisht pra nga kjo fush, keni pasur edhe përvojë edhe në klinikën e kirurgjisë në QKUK, dhe në fakt cila është situata sipas jush në sektorin e shëndetësisë, ka pasur ose jo investime gjatë këtyre viteve të fundit, pra nën qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje. Kam fjalën për këto 5-6 vitet e fundit. Po ka plot slogane edhe propagandë që ka përmirësim, unë kam qenë realisht aty. Aty, do me thonë, nuk munda me thonë që është mirë, kur proklamohet që është rritë buxheti shëndetësor edhe ka mungesë banave qyshën qershor. Do me thonë, aty ose është menaxhimi keq, ose është keq përdorim, ose ka një telashe të cilën duhet me analizu detalisht edhe mos me ardhur deri te kjo situatë.
një spital, do me thonë publik, e cili nuk është në gjendje mi siguru sendet bazike për 12 muj, edhe me rritjet buxhetit, do me thonë aty o keq menaxhim. Kjo mendoj që është shkaku i këtyne të lashëve këtë sistemin shëndetësor. Një tjetër shqetësim po ashtu që faktikisht është përmendur shumë edhe në Kosovë është edhe ikja e mjekëve, përgjithsisht e punëtorëve shëndetësor jashtë vendit. Dhe a ka aleanca për ardhmërinë e Kosovës në ndonjë plan i farforme që mjekët, profesionistët shëndetësor t'i mbajnë në Kosovë, dhe pse jo të gjendëm për qytetarin e Kosovës dhe jo t'ikin jashtë vendit? Po, e ka në shtyllën e 4, të është edukimi profesional dhe lidhja arsimit me tregun. Do me thonë, qysh prej fillimit studimeve duhet me bo një plan strategjik sa mjek duhen, sa stomatolog, sa farmacist, sa veteriner, në mënyrë që pastaj jo ta kryjnë ata fakultetin e mos të kanë mundësi specializimet. E kalojmë edhe këtë fazë specializimit, e jo tipën specializime një digaster ose një fush me pas hiperprodhim, e fusha bashkë që jo deficitare mos tipe, do me thonë specializimi. Do me thonë, ka me pas plan strategjik, bile 10 vjeqar që kretë këto me u regullu. Jo me kry mjekësin e me bredh rrugve, pa pas specializim, e jo me kry specializimin e mos me pas edhe vend punës. Do me thonë, kemi planin strategjik që e mundëson gjitha këto. Një tjetër shqetësim po ashtu për pacientët në Kosovë janë edhe listat e gjata të pritjeve në shumë klinikat të QKUK-s. Dhe si planifikohen të minimizohen këto probleme, këto të lashe? Na jemi me fat që kemi profesionist shëndetësor edhe kemi vullnet, por vetëm duhet ngritje e kapaciteteve. Hulumtohet për shembull cili kjo sektor ka ngecë ose listë madhe të pritjes, edhe duhet funksionalizim, mandej edhe riformatizim edhe spitaleve rajonale. Për shembull, në ortopedi pritet 5-6 vjet për një protezë gjurit. Në rezonanca magnetike ka, do me thonë, përmi 2000 sa pacient. Kom dëgjut, do me thonë se nuk jam aty tash prezent, se kom lëshu punën por nga shqetësimet e pacientëve, apo jo? Po, që rezonancë magnetike do me thonë me prit 6 muj. Normal dhe rastet cilat janë elektive, por rastet urgjente ato kryhen, por jo në dinamikën që duhet. E dyta, në qëfëse kem një rezonancë magnetike që është në spitalin rajonal tjetër me ambulancë për i këtujt mundet me shku mu shfrydzu. E jo me qenë kjo... I gjithë fokusit, po. Me qenë mbi ngarkume. Dhe në anën tjetër, besoni se duhet të shtohet edhe lista e barnave të jenë spitalet më të furnizuara, sepse përmendu dhe pak më parë që keni në plan që nuk duhet që pacienti të shkoj dhe t'i blej vetë gjërat në cilat duhet të trajtohet. Lista e barnave duhet më u bo një planifikim ose politik farmaceutike shëndetësore që më siguru barna efektive, do me thonë, që janë të sigurta, por edhe me kosto optimale. Jo me shku, për shembull, me ble disa barna të cilet janë shtrejta dhe shka ndodh atër. Shkon në vend se mu trajtun 100 pacienta, trajtojnë vetëm 20. Do me thonë, kjo është, duhet më bo planifikim. Shenjzohen cilat sëmund janë ma tepër, cili produkt duhet ma tepër, bëhet planifikimi edhe, do me thonë, gjithë shka duhet me më regullu. Ku qalon si pas josh shëndetësia mësë shumë të në Kosovë dhe në base në rase AKJ pra merë pushtetin, ku duhet një lloj ndërhyrje më urgjente në sektorin e shëndetësisë? Çka duhet jetë më prioritet? Prioriteti më i madh është lidhja në mes të sektorit primar, do me thonë QKMF, mjekësia familjare, pastaj spitalet rajonale ose kjo sekondare dhe terciare QKUK-ja. Pse po thamë këto? QKUK-ja është mbi ngarkune. Do me thonë, unë mendoj që sidomos emergjenca dhe klinika tjera, ata mundën lirisht mu shpallë se cili heroj në qëfar kushte dhe në qëfar fluksi punojnë. Për arsye se nuk janë gjitha profilet në spitalet rajonale. Për shembull, nëse ka një patologji të caktuar që nevojitet për 2-3 fushat specializimit, edhe shkon në spital rajonal, mundën me qenë 2 fushat specialistit, njëna mungon. Do me thonë, duhet mu analizu edhe mu përmbush këto. Tjetra shka është,
është mosha mesatare në ÇKUK e doktorëve është diku rreth 55 vjet. Domethënë duhet me planifiku që ky doktor specialista domethënë janë duke u shku ka mosha më shtyme, po. Rifreskim, pikërisht kjo sigurisht energji edhe zhvillim. Kjo duhet me... Në Komuni në anën tjetër, tash e sa ditë, zyrtarisht ka filluar edhe fushata zgjedhore, partitë po dalin edhe në Tiranë, po zhvillojnë takime me qytetarët dhe përgjithsisht si po pritet AKJ nga qytetarët. Personalisht në takimet që i kemi pas dhe tubimet, ka një disponim të mirë, ka një disponim për një ndryshim, brenga të gjithë qytetarëve që është polarizimi i shoqërisë edhe një nxitje dhe urrejtje ndaj brezit rinë. Rinia gjithmonë ka qenë si zemër e ndryshimeve për të mirë, domethënë, por jo për nxitje dhe urrejtje. Prandaj mendoj që AKJ në këto zgjedhjet e 7 qershorit do të jetë fituese. Po mendoj në aspektin e rritjes partisë. Pra besoni se do ketë rritje nga zgjedhjet e 28 në bazë të terenit edhe disponimit të vendeve dhe qytetarëve që i vizitojmë, ka disponim pozitiv dhe ka shumë ankesa, sidomos për polarizimin e shoqërisë. Dhe zotëri Komuni, kur po i diskutojmë pra pjesën e fushatës zgjedhore të AK-s, në anën tjetër përgjithsisht si po ishini edhe fushatën zgjedhore që po zhvillojnë partitë e tjera politike, gjuha e urrejtjes që po përdoret shpeshherë në terme dhe jo shumë të përshtatshme. Po ajo është domethënë një send negativ, cilin këtë shoqëni na kena arrit pavarësinë edhe këto me sakrificë, me diplomaci të mirë dhe me unitet. Tash uniteti domethënë në popullin e Kosovës nuk ekziston. Për shkak se ka polarizim të skajshëm, edhe kjo duhet me u zhduk. Duhet me u zhduk edhe akuzat edhe kërcënimet që bëhen në rrjetet sociale, ne duhet me punu diçka në legjislacion. Sepse e di që për shembull kur kalon prej një personi, kur kalon në person publik, kanë drejt qytetarët me di gjithçka, por jo me hup imazhin dhe me shkruaj gjithçka në këtë rrjete sociale. Domethënë duhet edhe me legjislacion me u rregullu që kjo urrejtje me u zhduk. Të jenë më të rezervuara në platforme në gjuhën që po përdoren. Edhe është interesant se si të hupin faktit edhe argumentet, kom qenë edhe në disa detaje, fillon zhurma dhe fillon etiketimi edhe këne. Dhe besoni se partitë politike në Kosovë në fakt po e kultivojnë një lloj strategjie të tillë, pra për të bërë fushat, se kush po përdor terme më tashpra, kush po është më kundërshtar me partinë tjetër. Po, ato që përdorin terme më të ashpra edhe që zhurmojnë, domethënë i ikjen zgjidhjes problemeve. Se problemi, ne e dim, gjithë kemi identifiku problemet cilat janë ditore. Për shembull, shpenzimet e shportës bazike. Këta thonë që është rrit buxheti, është rrit ekonomia, shpenzimet e shportës bazike janë rrit. Për shembull, e marr në sektorin e shëndetësisë, janë rrit rrogat. Është shumë mirë që janë rrit rrogat, ka nevojë ala me u rrit rrogat, si të infermierëve, si të punonjësve të tjerë shëndetësor. Por e krahasoj, e bëj një analizë timën. Në vendin ku jetoj banesën, para disa viteve, do me thonë ma shumë se 6-7 vite, une metrën katror ka kushtu 800-850 euro metra katror, sot kushton 1500. Do me thonë, kur e krahason me rrogën që ka qenë 500... Po thuaj se një dyfishim. Po një dyfishim, një inflacion që ka prekur se cilin sektor. Edhe pëthojnë u rritë buxheti. Buxheti u rritë për shkak se rritën dhe çmimet, rritët të vësheja dhe të ardhurat janë, këto hyrjet janë më të mëdha. Zoti Komuni, në anën tjetër, çka pret AKJ dhe nga diaspora? Sigurisht një grup e shqiptarëve që janë shumë e rëndësishme për partitë politike dhe që fokusi secilës po ashtu është edhe tek Mërgata. Unë mendoj që pak diaspora është helmu, i kam edhe familjarë atje, cilët as që janë të interesuar me ardhë këtu, do me thonë me votu. Kam qenë në vizit para 3-4 jave. Po, është helmuar në që kontekst? Për të mos ardhë, për të mos votuar? Nuk ka nevoj mundo shoqënia me thonë, kjo është me Serbin, ajo është me këto, ajo me këto. Do me thonë, është më katë një diaspor që fare e kemi me helmu me këto farë, vetëm për qëllim të përfitimit, kur gjo tjetër, do me thonë.
Nuk mundet dikush për shembull me vendos a është mirë a është keq pa qenë me jetu këtu. Ka drejt vote, është qytetari këtujt. Por më ka ndodhur shumë shpesh me rastis, për shembull gjatë sezonës verës kur kam qenë kujdestar. Ankesa të shumta në sistemin shëndetësor edhe ka ndodhur që nuk e kanë pranuar as ndihmën e parë dhe kanë kërkuar sigurimin shëndetësor që e kanë në shtete tjera dhe me vazhdu trajtimin atje. Kjo kallëzon që domethënë nuk ka reale pra nuk janë ndjerë sigurt një farë forme për ta marrë një shërbim mjekësor këtu në Kosovë? Po, pikërisht ajo. Dhe besoni se diaspora pra nuk i di shumë problemet reale me cilat ballafaqohet qytetari në përditshmëri. Për me qenë këtu, me pa për shembull që dje pat ndaljet rrymës 3 orë. Ato diaspora nuk e din. Domethënë ndodh shpesh. Ka uji, domethënë sendet bazike që nuk janë, ajo nuk mundet me ndodhë shtetet evropiane. Dhe ata s'mujnë me paramenu, domethënë që ekzistojnë këto probleme, por janë, domethënë në media janë të frymëzuara dhe po. Dhe zotri Komoni, në anën tjetër diskutuam pra pak më parë pjesën e pritjeve të AK-s nga 7 qershori, por besoni jeni optimist se me zgjedhjet e 7 qershorit do përmbyllet edhe kjo kriza politike e cila ka shoqëruar Kosovën këta muajt e fundit. Unë mendoj se në zgjedhjet e 7 qershorit ka me pas një farë balansi, qysh arrihet balansi, do me thonë nuk ka dikush shumë, tjetri ma pak, do me thonë ka me u shpërnda vota, si pas terenit, po folje dhe disponimit. Tash duhet presim edhe momentin e votimit, sepse mujnë me qenë edhe votues, mos me qenë sinqert, por si mas disponimit dhe terenit, do me thonë jemi shumë optimist që kemi me urrit. Po, dhe do jetë AK-ja e hapur edhe për bashkëpunim pas zgjedhjeve të 7 qershorit, po që se marrë edhe ftesa për koalicione bashkëpunime? Unë mendoj që ato vendos Këshilli i Përgjithshëm edhe strukturat e nalta të partisë, por me këtë është mirë që kjo gjuhë ofenduese dhe polarizimi nuk sjell, do me thënë, të një zgjidhje blokadës ose krizës. Kur po i përmend një polarizimet, kush besoni se po i përdor më shumë këtë gjuhën e urrejtjes edhe terme përçarëse? Mas shumë ti, si mas këtyne që kom pa dhe kom përcjell, do me thënë, është qeveria aktuale. Pra lëvizja vendosje, partia në që vend se me dojnë me një program, programi shkruhet, por me thonë për të arriturat edhe këto, do me thonë ata e proklamojnë gjuhën ofenduese. Edhe kjo normal që ka me sjell të merre për shembull personalin, nëse një njeri të shanë ton kohën, normal që nuk e ki për qefi. Edhe kjo është, do me thonë, me... Zoti Komoni, krejtësisht në fund të këtij diskutimi, dua t'ju pyes gjithashtu dhe për disa vendime të cilat janë marrë nga qeveria në detyrë së fundmi. Pra, disa ditë më parë në Prag të nisjes së fushatës zgjedhore të 7 qershorit. Kam fjalën për vendimin e qeverisë për të ndarë disa shtesa për disa kategori të shoqërisë, pra për fëmijë, pensionist, për lehona e punëtor të sektorit privat, për në anën tjetër edhe vendimi për ndarjen e 2 milion eurove për linjat e fluturimit për mënggatën. I shihni se vendime të duhura që kanë për qëllim lehtësimin e jetës së qytetarëve, apo si vendime që kanë qenë pjesë e fushatës edhe një lloj tentative për të fituar votë? Unë mendoj që çdo ndihmë që ju jepet qytetarëve është e mirë pritur, por jo në këtë kohë. Edhe dikun rreth 400 e diçka milion, si mas informatave që i kam, janë shpërnda gjatë këtyre viteve. Duhet me u rregullu mirëqenia sociale, që mos me pas nevojë me u dhonë ndihma, do me thonë. Ti nëse e ki një problem në shëndetësi, edhe ndodh për shembull një smundje, cila nuk trajtohet këtu, atëherë prej një rasti mundesh me u shndru në rast social, sepse duhet trajtimi jashtë vendit, edhe kret, do me thonë, të arriturat edhe kret kapitali shka ki me shku me shkrit dika jashtë. Për ato po thëmë që këto ma shumë kanë qëllime përfitimit elektoratit, sepse po mështë kishim pas se kishin lonë mas qershorit, apo para qershorit me u dhonë këto ndihma. Dhënia 2 milion eurove, tash paramendoni si e ndihmë një pacient i cili është onkologji dhe që nuk ka barna. Pra, besoni se kjo shumë e parave do duhet të investoj diku tjetër, në këtë rast në sektor të shëndetësisë? Normal që se cili profesionin e vetë e shtym për para. Sigurisht. Edhe une shumicën e këtyre i kisha investu në shëndetësi.
për shkak se një popullatë e shëndoshe ka perspektive, një popullatë e smur nuk ka kur far analiza rreth rritjes së smundjeve, veç dil proklamohet, thojnë janë rritë smundjet malinje, po nuk dihet më analizu ushqimi, ajri dhe gjitha këto që me qenë një preventiv që mos me ndodhë këto. Është në rritjen gjithë botën, por na duhet me pas këtë lokale, do me thënë, të këtij regioni me pas çka është tu e stimulu këtë rritjen e këtyre smundjeve. Dhe të merren sigurisht edhe masat të nevojshme. Zoti Komonit, falenderoj shumë që ishe pjesë e Faleminderit emisionit ditare. për mundësinë edhe kënaqësi ishte.